Serenatat e vjetra korçare janë kënduar në Park Urinia nga këngëtarë të njohur të qytetit Korçës, të cilët kanë rikthyer edhe një herë si dikur meloditë karakteristike të rrugicave. Zhani Sulioti ka mbi 60 vite që këndon serenatën, ndërsa prej kohësh nuk ishte ngjitur në skenë për të performuar. Ajo tregon se brezi i saj vijon ende të ruaj origjinalitetin e serenatës. Nga njerëzit këtu të qytetit të Korçës, unë isha e haruar. Jam shumë e lumtur që ndodhem sot këtu. Korça ka pasur serenata kaq të bukura dhe ne kemi kënduar në familje gjithmonë këto serenata, por tash kur shikoj që këto serenata janë bërë në mënyrën më të ligë, më vjen për të qartë. Edhe Spanja Pipa, diva e serenatës korçare, pavarësisht se në moshë të thyer, mori mikrofonin për të kënduar bashkë me publikun. Serenata do të vijojë të këndohet bukur në Korçë, por edhe kudo në diasporë ku ka korçar. Nuk kam kënduar për shumë vite, sepse i ka në Amerikë, dhe kur i kthehem në qytetin e Korçës, më kujtohen këto këngë që i kemi kënduar kur kemi qenë të reja, edhe i këndoj me shumë kënaqësi. Jam shumë emocionuar sot, sepse jam një nga vajzat më të voglat, brezi më i ri që merr pjesë për të parë Mik Festival. Jam rritur me serenatat korçare në familjen time, dhe jam shumë e lumtur që jam brezi i parë që këndoj risjell serenatat e vjetra. Mes emocionesh, kujtimesh dhe duartrokitjesh, serenata korçare dëshmoi edhe një herë se mbetet një nga simbolet më të çmuara të identitetit të qytetit. Unë mendoj që serenata është ADN-ja e juaj edhe jona, edhe kjo është edhe si një omazh do thoja asaj të veçantës që ka Korça. Edhe pse koha kalon dhe brezat ndryshojnë, zërat e artistëve që kanë mbajtur gjallë ndër vite, së bashku me të rinjt që po e përqafojnë këtë traditë, japin shpresë se serenata do të vijojë të jehojë në rrugicat e Korçës dhe kudo ku jetojnë korçarët, duke ruajtur shpirtin dhe origjinalitetin që e bën të pavdekshme.